Fjala përmbyllse e pjesëtarëve të UÇK-s ishte tepër emocionale dhe ata faktikisht folën me zemër, folën se pse është krijuar ushtria qeverimtare e Kosovës, cilat ishin arsyet e formimit të kësaj ushtrie, ishte faktikisht një ushtri vullnetare e cila doli si përgjigje e gjenocidit që Serbia e kryente ndaj nesh dhe që folën edhe secili prej tyre për jetën personale të tyre se si janë bashkuar ushtrisë shqiptare të Kosovës. Zoti Thaçi deklaroi që ai ka qenë një student në Zvicër, po ashtu edhe zoti Kadri Veseli, dhe janë kthyer në Kosovë pas masakrave që i kanë pa që kanë ndodhur në territorin tonë. Ishte faktikisht për ta një ndjenjë që duhet t'i bashkohen popullit dhe duhet të bëjnë rezistencë të armatosur, po ashtu ka folur me tepër shumë emocione edhe zoti Jakub Krasniqi, i cili është edhe më i vjetri në moshë atje, dhe sigurisht që Recep Selimi e ka treguar dhe ka thënë të njëjtën gjë që ka thënë edhe në seancën e parë që ka qenë para 3 vitesh. Të gjithë këta folen me emocione dhe emocionet ishin të pritura faktikisht për shkak se ndjenja e të qëndruarit atje për më tepër se 5 vite në paraburgim dhe për përcjellur këtë gjykim për 3 vite ishte tepër e rëndë, ndërsa emocionet u shtuan edhe për shkak se ata nuk ishin prezent fizikisht, nuk ishin në Kosovë për shkak të pavarësisë, për shkak të 18 vjetorit të shpalljes së pavarësisë tonë dhe për shkak të kontributeve që ata i kanë pasur për qëllimin e Kosovës dhe që Kosova të bëhet të shtet, ishte fjala përmbyllse një ditë pas manifestimit të pavarësisë tonë, të 18 vjetorit të shtetit tonë. Kështu që gjithçka u bë, do thotë, erdhi situata e tillë saqë ishin shprehje tepër emocionale dhe ata deklaruan të gjithë thuja se një zëri që jo vetëm që nuk dihen fajtor, por që asnjë krim nuk e kanë kryer, ndërsa sigurisht që sulmuan edhe prokurorinë duke deklaruar se si është e mundshme që të quhen këta si ndërmarrje përbashkë kriminale, kur ne të gjithë dimë që mund të jenë ndërmarrje qlirimtare, por në asnjë aspekt një ndërmarrje përbashkë kriminale siç ka quajtur prokuroria për më tepër se 3 vite që ka zgjatur ky proces. Dhe ishin themi edhe më tepër emocional për shkak se edhe në tribunat e gjykatës speciale kishte familjar të tyre, kështu që është pak sa vështirë do thotë të jetë njëri i ftohtë për ta analizuar çështjet juridike dhe këta nuk e bën atë. Për të qenë Bruna në më i qartë, aspektin juridik të gjithë ja lanë avokatëve të tyre, të cilët u munduan që ta bëjnë kontradiktën e asaj çfarë ka thënë prokuroria, duke ballafaquar krejtësisht me prova të tjera, me argumente të tjera. Si keni parë mbrojtjen, se avokat ju e shihni në një tjetër prizëm edhe gjithë deklarimet e tyre, pra të advokatëve mbrojtës. Si e keni parë mbrojtjen që ata kanë bërë kryesisht në seancën e fundit, pra dje? Po, avokatët këtë punë e bëjnë. Mirë po në prizmin tim nuk ka qenë edhe mbrojtja më e mirë për ta dhe ajo që më duket që është tepër. Cili prej tyre? Unë po flas në përgjithësi se s'mund t'i emroj me emra se nuk është niveli im që të them ky ka qenë i mirë, ky jo edhe aq i mirë. Pra mbrojtja në përgjithësi po thoni tani. Përgjithësi nuk ka qenë e nivelit të duhur për shumë arsye, por 2 arsye janë tepër të rëndësishme. Besoj që mbrojtja do të ishte shumë efikase, po që se do të kishin më tepër avokat mbrojtës shqiptar nga Kosova dhe nga Shqipëria dhe posaçërisht nga Kosova, të cilët jemi përballur me situata të tilla duke i mbrojtur që 26 vite pjesëtar dhe komandant të ushtrisë shqiptare të Kosovës, të cilët permanent kanë qenë të akuzuar, qoftë nga administrata e UNMIK-ut, qoftë e EULEX-it dhe faktikisht ne vetëm që 7-8 vite që kemi gjyqësorin krejtësisht në duart tona në aspektin shtetëror, po e them se para kësaj gjithçka ka qenë në duart të gjyqtarëve, prokurorëve dhe hetuesve të huaj, të cilat kanë qenë misione të mirë pritura themi në Kosovë, sepse këto misione erdhën fillimisht nga OKB-ja pas lirimit Kosovës me 12 qershor vitit 1999 dhe ishte misioni e EULEX-it, i cili ishte pasuesi i UNMIK-ut dhe të cilin e vetë ftuam në ditën faktikisht apo një ditë më vonë se që shpallën pavarësinë. Kështu që për të gjitha këto çështje të dyshimeve për raste të krimeve të luftës kanë qenë këto organizata ndërkombëtare të cilat janë marrë me çështje të hetimit, të akuzimit dhe të gjykimit dhe paramendoni kur ne kemi mbi 15.000 civil
shqiptar të vrarë, qysh nga moshat e vogla, fëmijë të vegjël, deri te ata më të vjetrit, gra dhe burra dhe në shumicën e rasteve fatkeqësisht kanë qenë të akuzuar padrejtisht vetëm pjesëtarë të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe një numër tepër i vogël, do thot 4-5 që ka qenë raste të serbëve, të temit të policëve dhe të ushtarakëve serbë që i kanë kryer këto krime ndaj nesh në emër të Serbisë, sepse Serbia si shtet i ka bërë këto, jo në mënyrë individuale. Dhe Kosova bruna u shndrua në shkrum e hi, kemi pas fatkeqësisht edhe mbi 20.000 gra të dhunuara, kemi edhe tani mbi 1.600 persona të pagjetur dhe fillimisht kanë qenë më tepër se 7.000, të cilat trupat e tyre i kanë marrë dhe i kanë zhvendosur në vende të tjera, ndërsa vetëm një rast që ka qenë trishtues në Beograd, në afërsitë të Beogradit, tek poligoni njësive speciale të policisë serbe, me ndihmën e ndërkombëtarëve janë gjetë mbi 800 trupa shqiptar dhe atje nuk ka asnjë shenjë që kjo ka ndodhur. Ato trupa të shqiptarëve janë kthyer në Kosovë, mirë po Serbia nuk ka lënë asnjë shenjë që të dihet që çfarë kanë bërë. Për cilën e më i qartë, do të kanë qenë të betonuara, sipërfaqet ku kanë pasur ushtrime njësitë speciale të policisë së Serbisë, po flas pas luftës dhe pastaj me informata të lloj-llojshme janë identifikuar dhe janë gjetur dhe janë zhvarosur trupat e shqiptarëve të civilëve që janë kthyer këto.